Për regjistrimin në qerdhe, kopsht dhe klasë të parë në Kosovë kërkohet detyrimisht libreza e vaksinimit, e cila dëshmon se fëmia i ka marrë vaksinat e nevojshme sipas kalendarit shtetëror dhe siguron mbrojtje për shëndetin e tij dhe të fëmijëve të tjerë në institucion. Por në rastet kur prindërve u mungon ky dokument ose u ka humbur, kryenfermierja e vaksinimit në QKMF tregon se çfarë ndodh. Na kemi arhiven, nëse ka humb libreza, na i pajsim prapë në libreza të tjera dhe i kemi në sistem, na i japim vërtetimin, vetëm nëse fëmia nuk është i vaksinuar me rregull, atëherë duhet të vazhdojmë me vaksinim. Ato disa vaksina nuk mundem t'i kompenzojmë, po vazhdojmë aty sipas moshës, vaksinimi sipas moshës e vazhdojmë. Po si qëndron komuna jonë sa i përket pajisjes me libreza të vaksinimit dhe nivelit të vaksinimit, na tregon kryenfermierja. Gjendja në komunën tonë është e kënaqshme, nuk është që kemi shumë fëmijë të pavaksinuar. Ata do të pajisen për shkollë, domethënë marrin vaksinën difterit, tetanus, pertusis edhe vaksinën e dozën e dytë të morbillit, jazmave dhe rubeollës. Kjo vaksinë është jap gjithmonë në klasën e parë, por tash është parë se të hyjnë fëmijët në klasën e parë. Edhe për qerdhe, na vazhdojmë vaksinimin aty ku janë fëmijët, nëse fëmia është komplet i vaksinuar me pajisim, nëse jo, prindja sill fëmijën e vaksinojmë dhe e merr vërtetimin për regjistruar qerdhe. Prindërit këshillohen të kontrollojnë me kohë librezën e vaksinimit për të shmangur vonesa gjatë regjistrimit të fëmijëve në qerdhe dhe shkolla.